3 ide perfekte se çfarë të vishni në këtë periudhë festive. Opsioni i parë është ky kombinimi me 2 jeshillet. Dalim pak nga e zeza që kemi tendencën gjithmonë të veshim, sidomos unë, dhe faktikisht kishte në Lindex dhe një opsion tjetër të këtyre pantallonave të zeza, por unë adhurova me njëherë ngjyrën jeshile të errët. Ma këshilloi një nga vajzat që punonte aty dhe mendoj që ishte një ide perfekte, shikoni. Dhe sigurisht kjo trikoja me fjongon e madhe, një detaj shumë i bukur për këtë periudhë festash. E mbetemi sërish tek sateni, por këtë herë me këtë kompletin. Printi është shumë i veçantë, por çfarë më pëlqen më shumë është kombinimi i ngjyrave baby pink me këtë si bordeaux vishnje. Një nga kombinimet e ngjyrave më në trend për këtë sezon. Unë e kam lënë pak të hapur këtu për të pasur mundësi për të vendosur duart, mund ta fusni njërin anë brenda, ose ta nxirrni dhe ta mbyllni deri në fund, në varësi dhe të gjatësisë mendoj. Unë nuk jam shumë e gjatë, kështu që preferoj shpesh t'i lë pak më të hapura ose t'i fus brenda në pantallona. Nëse do në një alternativë pak më të veçantë, larg të zezës sërish dhe larg të minave, besoj që kjo është zgjedhja perfekte. Gjithashtu mund edhe ta vishni të ndarë këmishën dhe pantallonat, që gjithmonë është një gjë shumë e mirë i përdorimi i rrobave në mënyra të ndryshme. Është diçka që unë e promovoj shumë, e dini. Shikoni sa të bukur ka mëndët kjo trikoja. Përveç se është shumë e butë dhe më pëlqeu fakti që është gjysmë golf. Edhe pse outfiti është i thjeshtë, por ka këto detajet që sërish të bën më të veçantë. Më komentoni poshtë outfitin tuaj të preferuar. Ciao!